E pra të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV, për të ndarë me ju një analizë për të komentuar pak marrëdhënien e Mateos edhe Brikenës. Kam komente të ndryshme në fakt për një hyrje të mundshme sonte brenda në shtëpinë e Big Brotherit të dashurës apo ish të dashurës konkretisht të Mateos. Vajza në fjalë në Instagramin e saj ka publikuar një fotografi që unë tani do t'ua tregoj ju, do me thënë është një fotografi me një valixhe, ku ajo ka bërë kishta do me thënë në këtë formë, që në kupton ka provokuar se ditën e shtunë, do me thënë, mund të jetë pjesë e Big Brother VIP Albania. Pasi që produksioni ka paralajmëruar që do të ketë 2 hyrje të reja natën e sonte, me njëherë portalet publiku kanë asociuar tek ish e dashura e Mateos, do me thënë dyshimet kanë kaluar me njëherë tek ish e dashura e Mateos që mund të bëhet sonte pjesë e shtëpisë së Big Brotherit. Duke me patjetër, do me thënë duke u dëshmuar edhe një herë nga më përpara që domethënë produksioni është në gjendje çdo gjë të bëj për klikime. Por realisht produksioni po lufton që të lidhen Mateon dhe Brikenën. Edhe pse Mateo ditën e djeshme rrezikoi për të marrur zarf të zi, duke kërcënuar në një farë mënyre Artanin që unë do t'a gjuaj gotën në ftyrë, do me thënë vetëm e vetëm për të mbrojtur Brikenën, për t'i dalur dorë Brikenës, sepse Artani i tha Brikenës që ti shitesh lirë. Brikena përsëri, mua më duhet të jemi sinqert, u pëlqen s'u pëlqen dëgjuesve, Brikena përsëri nuk u treguaj afërt me Mateon dhe përsëri vazhdoi duke shprehur pak kënaqësi, duke shprehur jo vëmendje të mirë, duke shprehur një lloj zemre të thyer, kundër drejt Mateos që ti nuk e ke fokusin, nuk e ke vëmendjen, ti nuk merresh me mua. Do me thënë u mërzit, filloi që të qan në dhomën e saj të gjumit, por unë mendoj që Brikena të gjithë këto lodh që i derdhi nga inati dhe nga mërzia që nuk mundet do ta përballon debatin dhe nuk mundet do ta përballon lojën në kuadër me banorët e tjerë. Do me thënë zënkat me banorët e tjerë, ofendimet me banorët e tjerë, tmerrin që po e kalojnë së bashku brenda asaj shtëpie. Sa për Mateon, sa është i fokusuar dhe sa është me mendjen te Brikena, unë mendoj që Mateo është duke bërë maksimumin që të jetë i fokusuar te Brikena, është duke bërë maksimumin që të ketë vëmendjen te Brikena, gjë e cila në fakt Brikena siç duket nuk e vlerëson këtë pikën. Tani Mateo mbrëm ka rrezikuar në fakt dje që të merr zarfin e zi, vetëm e vetëm për ta mbrojtur Brikenën dhe mendoj që një mashkull nuk ka më se çfarë të bën për një femër më shumë se sa bën Mateo, që të bindet për shembull femra tjetër që ky djali e don. Unë mendoj që është e tepërt nga ana e Brikenës kjo që po e bën, por siç duket do me thënë nëse sonte, edhe pse unë e di që 2 hyrjet e reja bëhet fjalë për një modele edhe për një DJ, do me thënë nuk kanë të bëjnë me histori të ish të dashurës të Mateos, por nëse sonte në shtëpinë e Big Brotherit, që unë e them që nuk është, do me thënë nuk do të jetë pjesë e shtëpisë së Big Brotherit të dashura e Mateos, por le ta asociojmë që nëse sonte bëhet pjesë e Big Brotherit ish e dashura e Mateos, atëherë do me thënë shtëpia do të ketë një lloj lufte të madhe dhe besoj që për Mateon do të jetë shumë e vështirë. Do me thënë, do të jetë shumë e rëndë që ishte dashura e tij do të bëhet pjesë e këtij kastit. Por le ta marrim shtruar. Unë mendoj që Brikena duhet pak të zbutet, sot mezi e la Mateon ta puthën, mezi e lejon që ta përqafon, nuk e kuptoj pse ka të gjithë këtë ngurtësimin, edhe sa ditë duhet të bindet më Brikena që Mateo e don, por gjithsesi do me thënë, unë mendoj që Mateo dhe Brikena janë çift i bukur në qoftë se do të arrijnë ta realizojnë këtë ndjesi.